A mund themi në këtë rast se gjithmonë nëse zgjidhet ky ambasador për të shërbyer në Shqipëri, a mund themi në këtë rast se SPAK-u do ketë një instrument mbështetje shumë herë më të fuqishëm dhe mund godas në nivelet e larta duke shkuar qoftë edhe deri te Edi Rama? Po qoftë, po mirë keni bërë kështu si i hidhull qoftë Edi Rama. Pajin ta godasin Rama, pse mos e godasin? Po se është bëri pa prekshëm prandaj. Po mirë ju e bëni pa prekshëm. Unë nuk e shoh pa prekshëm. Tani i shkoi SPAK-u deri te Belinda dhe e mbrojtin kuvend. Po ç'pun ke më Ke Rama. Trajtoheni me pa komplekse e do ta merrni feedbackun. Ndajni njerëzit nga devotshmëria. Mua nuk më bën hi asnjë lloj pushetari, nëse ai hypën në malin e devotshmërisë, qoftë njëri pa pushtet, pa grada, por mua është i lartë, i lartësuar. Ose hypën gjeli maj plerave, le të jetë atje, le të shkruaj kryeministria, presidencë. Mua nuk bën hije. Edhe besoj kështu do ta ketë çdo qytetar i devotshëm, edhe që ka një integritet në mendimin e tij. Tani librat e shenjtë nuk i kanë shkruar për poçavurët, për dalluar këta njerëz nga të vërtetit. Prandaj është shkruar. Dhe ndarja është vetëm nga devotshmëria. Unë nuk e shoh fare devotshëm, bile i shoh anti-devotshëm, dhe unë nuk i shoh në majën e pushtetit, po i shoh në gropën e turbit. Edhe them, SPAK-u pse nuk merresh me ta? Se krijuan dhe një kështu rol pa prekshmërie deri ke këta gangsterët e dorës fundit, që si kishin dëgjuar fare, Agassi, Beqiri e tjerë. Ku ka pa prekshmë? Nëse kemi barazi para ligjit, edhe nëse nuk e kemi, ne do e predikojmë, do bëjmë presion, do ushtrojmë që ta arrijmë barazin para ligjit, ta meritojmë. Ka shkelur Rama ligjin, shkoi Rama me gjithë gjafën, me gjithë duan bëjnë dhe komision për SPAK-un, bashkë me Berishën. Ta tre shkojnë fillimisht, bëjnë objekti SPAK-ut, nëse kanë bërë vepra penale. Çfarë problemi ka atje? Pra, presioni ynë është ai që do të jetë aleati më i madh i SPAK. Ne presim të bie Amerika të bëj punën tona, po dhe kjo është e turpshme. E turpshme është pikërisht dhe është krijuar kjo lloj narrative pikërisht për faktin sepse hajde komshi na rregullo punën, po jo më një njeri që nuk e meriton shtëpinë e vet, nuk e meriton. Patjetër, po është krijuar kjo narrativë sepse edhe është shumë keq, mos krijohet. Pse jemi pak në tjerë tu për të dalë për zot vendit. Po sepse Rama i moment filloi të gëzohej kur një pjesë e amerikanëve ikën nga SPAK-u kur erdhi në pushtet Donald Trump. Pra me politika që ndoqi. Inshallah shmerë nga gëzimi dhe, që të temu. Njëri nga gëzimi, tjetër nga i dërimi, po bollimi shmerë ne tani, ne do të shohim parimet. Një popull që lëshon parimet zhbëhet. Edhe do talli me nderën si Rama, si Berisha, apo ne tjetër. S'ka rëndësi, kushdo që tjetër kryet pushtetit, këtë lloj fuqie i japim ne. Se ne kishim pa prekshëm dhe ligën e Monikës. Po kështu do përfundoj dhe këta. Për mua, unë kështu e shoh në të ardhmen, kështu do përfundoj. Problemi është që mos përfundojnë me dënime minimale qesharake, që të jenë ofenduese për ne. Se kaq vujtje që kemi heq, që ti je më afër vujtjes së këto që madhërojnë krimin dhe e adhurojnë, e idealizojnë, e ngrenë në piedestale të tjerë, edhe nga servilizmi tyre pervers përfitojnë. Ne që pësëm kuris, ne e dim realitetin. Përveç marrjes pasurisë, do të jepim ndëshkim i tillë që mos i shkojë kujt në mend. Të bëhet mësi, mos i shkojë kujt në mend të kopjojë këta. Ka rënë në nivelin më të ulët mundshëm politika, nga niveli fshataresk total, si në pamje edhe në veprim, se ka për konceptet në tepër, po edhe në pamje, mënyrë se si janë shpërfituar, ka dalë shpirti i ftyrë, domethënë, nuk përcjellin qytetari. Europa është 98% qytetari. Këta shkojnë me njerëz të pa kultivuar, domethënë. E që nuk duan kultivuar, plus pastaj kjo rënja në nivelin e një krimi bastard, i cili ka akses pa kufizuar në pushtet, është një nga
një nga turpet më të mëdha që ne kemi lejuar vetes. Si mendoni, kemi përmbysur përfundimisht sistemin e vlerave. Antivlerat janë maj, kriminal ordiner, killera, trafikant, të cilët mburen me pushtetin e madh që kanë, edhe ushtrojnë në mënyrë të pa princip dhe perverse mbi një popull pothuaj të rënuar. Si mendoni, a mund të ketë vim si Komisioni Xhafaj kundrejt SPAK-ut dhe mund të kalojnë në hundën e amerikanëve, aq më tepër nëse zgjidhet ky ambasador i ri që është propozuar tashmë, dhe ku duket se Berisha dhe Rama kanë një lloj dagorësie në heshtje për ta zhbërë SPAK-un? Nuk e di se çfarë do të kalojë në hundën e ambasadorit, se unë nuk pretendoj të jem personi që bëj agjendën e tij. Unë mendoj që amerikanët dhe europianët bashkë duhet ta godasin prekjen e pavarësisë së gjyqësorit, duhet të shkojmë patjetër në ndarjen e pushteteve, në check and balance, për balancim pushtetesh të cilët kontrollojnë njëri tjetrin, dhe pastaj duhet të kalojmë atë që themi shtetin nësë drejtës, po dhe shtetë ligjor. Ku respektohen të gjitha drejtat universale që i kanë njerëzit dhe që janë ratifikuar si nga Konventi Evropian e Drejtave të Njerëzit, ashtu dhe nga Kombet e Bashkuara në vitin 47. Unë mendoj që ne kemi ratë parë një rrugë drejt vetes, drejt vetëformimit tonë, dhe prandaj duhet detyrohen që ta devijoj gjithmonë atë jo më, jemi ne që duhet të çohemi. Sot tani që po flasim, janë mbi 100.000 serb në protest në sheshin Slavia. Pra ata tregojnë që fatkeqësisht për ne, ata janë më të ndërgjegjësuar për që kanë kuptuar që fati i tyre ndodh në duart e tyre. Ne duhet dalim nga kushti ku jemi. Ngjarja sotme që Berisha ka vrarë përfundimisht garë brenda PD-s, që na jep njoftimin që mos keni më shpresë te kjo opozitë, por drejtojeni, krijoni kohezionin të një opozite të re, e cila do të jetë tani më opozita antisistem. Nëse shqiptarët e kuptojnë këtë, besoj se do të jetë hapi i parë drejt realizimit të ëndrrës tyre. Duhet ta kuptojnë dhe pastaj ta realizojnë, duke vrarë çdo frikë dhe çdo element tjetër pengus. Ka ardhur koha të emancipohet shqiptarit, mos ketë më frikë nga pushtetarët që me demek ai ka zgjedhur për të qeverisur atë. Është e turpshme që një popull ketë frikë ministrat e tij dhe kryeministrit e tij. Kjo është e turpshme. Ai për tepër ta quajt pandëshkueshëm. Çfarë kemi zgjedhur ne? Kemi zgjedhur Perëndinë? Pas zgjedhur Perëndinë me votë. Prandaj duhet të vrasim disa frikëra, që të vrasim disa idhuj, edhe që të mbyllim një epokë, e tapim një epokë tjetër. Nuk mund të hapësh epokë tjetër me mentalitet vjetër. Epokë tjetër me Ramën e me Berishën. Kjo është e turpshme. Do të jesh idiot, por do të jesh i poshtë në raport me vetveten, që të pranosh thua që këta do ta bëjnë Shqipërinë. Ata që e copëluan e zgjirosën këtë Shqipërinë e gjorë, do ta bëjnë. Pikërisht duke u zhbër këta të dy, do bëhet Shqipëria. Edhe kur thoni për atë komisionin Xhafa, nëse do të isha në pushtet, do të krijoja pavarësinë absolute të gjitha pushteteve, sidomos drejtësisë, edhe do të bëja me urgjencë vettingun e politikanëve. Unë mendoj që nuk ka më tani as Ylli Morali, as Rama, as Berisha, njërin kryet pushtetit, e qeverisë tjetrin kryet opozitës, që të mos bëjnë vettingun e vetes tyre. Shqiptarët duhet ditë se kush janë këta që i tërheqin për undër këtë.